Të dashur banor, do të keni mundësinë të gatuani dhe të shisni produkte për fansat. Foodini do të përfshijë në aplikacion shërbimin tuaj. Të gjitha paratë që do të mblidhen nga kjo nismë do të shkojnë në ndihmë të familjes së Lulietës, e cila jeton në varfëri ekstreme. Çka ke gatuar sot për shembull? Asgjë s'kam gatuar, sepse një film gatuar. Dhe miri, paketuesi më i mirë. Po si ke dyshe, Tano. Ec. Ati porosir 12 petulla, what the hell? Me shumë dashuri e këtu po, edhe do ta vazhdojmë. Brom, 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 vetëm brom, brom, brom. Hajde, bravo. Brum, 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 vetëm brum. Katër petla një sokek, o samurat. Jeta ime moj, të tretë pjatë. Ti do të kiti shumë madhe për ju. Nona, përshëndetje. Mirë se u gjetëm. Nona, mirë se të gjetëm. Shumë shaki të shpia Big Brother kishte keke dhe fetulla, unë kam si një gjë shumë të vogël, e të marrim edhe një dhuratë pastaj në fund që e kemi nga Top Cenolli. Pudini, ka një dhuratë për ju në bashkëpunim me Top Cenolli. Është kompani që Një çek nana dhe disa të ardhura për ju. Është një çek prej 5.000 eurosh, ose në lekë shqiptare 5 milion lekë të nana për vjetra. ju. Diçka e vogël, por shpresoj t'ju keni ndihmuar. Më vjen mirë që për gjëra të duhura bëheni bashkë, edhe i lini ndasit më njanë, edhe kjo që keni bërë është vërtet një gjest i mrekullueshëm dhe uroj të jetë frymëzues për shumë prej atyre që ju kanë parë nga ekrani dhe që mund të bëjnë qoftë edhe 1 të 5 e kësaj. Edhe aq mjafton. Greta, si u ndjeve? Pak keq me të thënë drejtën. Jam shumë e ndjeshme si njeri dhe kur shikoj këto gjërat, do doja t'i ndihmoja në maksimum të gjithë njerëzit edhe jam shumë e lumtur që këtë kauzën e trajtuam në Big Brother edhe i ndihmuam aq sa patë mundësi edhe do jemi në kontakte dhe kur të dalim me nënën do... Bravo Greta, faleminderit shumë. Ndërkohë, siç edhe juve e dini, sepse disa prej jush kanë patur mundësinë të komunikojnë me të qoftë me dashje, qoftë në thonjë